Në një moment kur tensionet në lindjen e mesme po rriten dhe balancat gjeopolitike duken gjithnjë e më të brishta, pyetja kryesore mbetet: a jemi përballë një konflikti të kufizuar apo në prag të një përshkallëzimi me pasoja globale? Sa real është rreziku i përhapjes së luftës dhe cilët faktorë mund ta ndezin më tej situatën? Për të analizuar këto zhvillime dhe skenarët e mundshëm, sjellim këndvështrimin e analistit Shpent Gashi. Zoti Gashi, a jemi realisht në prag të një përshkallëzimi më të gjerë në lindjen e mesme apo po egzagerohet rreziku nga narrativa ndërkombëtare? Shëndetjes, pari ju uroj sa më shumë suksese në këtë rrugtim të ri mediatik. Shpresoj që jeni në top listën e më të shikuarve. Sa i përket pyetjes që më drejtuat për çështjet gjeopolitike, ka ikur unë mendoj, me aq sa e kuptoj unë realitetin gjeopolitik, që ka ikur rreziku më i madh ose më eminent për të përshkallëzuar një luftë me karakter global. Sepse neve kemi ndjekur të gjithë bashkë, kush merr vesh nga gjeopolitika, kush më shumë e kush më pak, një përçarje brenda NATO-s. Çfarë do thotë përçarje brenda NATO-s? Do thotë që vendet e NATO-s nuk shkuan unanimisht pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës në operacionin e koduar Fury në Iran, ku Shtetet e Bashkuara bashkëpunuan me Shtetin e Izraelit duke shpërhapur demokracinë ose duke tentuar të shpërhapin demokracinë dhe të luftojnë në armët e shkatrimit mas, më specifikisht armët ose predat me kokë bërthamore që prezumohet I zotronte Irani. Ajo çka solli kjo lloj goditje, përpos jetëve të humbura, të cilat janë pjesë kolaterale të luftës, ku të varfrit ose popullsia civile humb jetën për interesat e disa manjatëve të pasur, që neve i quajmë ndryshe në thonjza elita botërore. Solli diçka tjetër, solli një kolaps I cili I përngjason krizës së OPEC-ut në vitet 70-75, ku me mbylljen e ngurtësisë së Hormuzit, të gjithë neve, edhe neve shtetet të cilët nuk jemi shumë larg gjeografikisht nga Irani, dhe nuk se kemi përplasje direkte me të, e kemi ndjerë në xhepat tanë, ku nafta, benzina apo hidrokarburët kanë shkuar në nivele të larta. Dhe nuk përballohen dot nga xhepi I konsumatorëve. Ngushtica e Hormuzit nuk është vetëm një ngushticë e cila po bëhet luftë, siç pretendojnë disa, po fiton kush apo po fiton cili, sepse kjo luftë nuk ka asnjë lloj fituesi. Kjo luftë fituesin e ka si Piros, pra të dyja krahët kanë humbje. Dije jo më larg se dije anije spanjolle janë parë janë parë në ngushticën e Hormuzit duke u furnizuar falas, dhe ka pasur një deklaratë edhe nga lidershipi I Gardës Revolucionare, duke I quajtur Spanjën një shtet mik e cila nuk ndërhyri në çështjet e luftës me Iranin, pra nuk pranoi që të sulmonte Iranin ose të merrte pjesë në aksionin ushtarak kundër këtij shteti. Pra, sot e kësaj ditën që ta përmbledh, neve shohim shtete të cilat kanë lënë marrëveshjet e tyre të përbashkëta, siç është NATO, siç është BE-ja, dhe të gjitha po flasin si shtet kombe. Pra, po shohin interesat e shtetit të tyre. Në qoftë se Franca ka interes apo nuk ka interes të hyjë në luftë me Iranin apo në sulmet kundër Iranit, kjo varet vetëm duke u bazuar në interesin francez dhe jo në interesin amerikan apo izraelit. Çfarë do të sjellë kjo? Patjetërsisht do të sjellë një rivendikim apo një riorganizim në valencën e fuqive të mëdha të botës, ku mund presim të shohim ndryshime shumë të mëdha krahash apo edhe lindjen e organizatave tjera, pse jo, me lindjen e organizatave tjera ndërkombëtare mund të vdesin dhe të ekzistueset, nuk ka ndodhur më parë, ka ndodhur me lindjen e kombeve në pas luftës së parë botërore, dhe si motra e lidhjes kombeve është NATO sot, apo edhe Organizata e Kombeve të Bashkuara. Pra, historia cikël përsëritet, që ciklit funksionoi, diçka e re duhet lindi dhe diçka e vjetër duhet të mbarojë se ekzistuari. Kështu që sot ajo është bërë më rajonale,
frika më e madhe e imja janë false flaget, sepse ne dim shumë mirë që inteligjencat e Mossadit apo CIA-s e kanë të praktikuar më shumë se 100 herë në historinë e njerëzimit krijimin e false flageve. Dikur në 11 shtator të 2001-shit, të gjithë neve pretendonim se ishte një sulm i terroristëve irakian apo iranian, po në atë kohë Iraku, se filloi lufta me Irakun në 2003-shin, pa Këshillin e Kombeve të Bashkuara, pa konsulencë, thjesht u mor një vendim dhe u shpërnda demokracia dhe në Irak, duke lënë miliona të vrarë dhe duke marrë gjithë pasuritë kombëtare. Pra, false flaget janë frika më e madhe e këtij lloji realiteti gjeopolitik. Kemi false flag me 11 shtatorin, kemi false flage të tjera të cilat na janë shitur si të vërteta. Vetë historia e Adolf Hitlerit është një false flag tjetër, ku neve për 85 vjet e kemi prezumuar të vdekur dhe të vrarë apo të vetë vrarë, dhe dosit e klasifikuara të CIA-s dolën që pas kërkish jetuar në Argjentinë deri në një moshë të konsiderueshme para se të ndronte jetë. Pra, frika më e madhe është që këto false flage mund të krijojnë një përplasje fetare. Çfarë do thotë përplasje fetare? Goditja e xhamisë Al-Aqsa apo goditja në Tel Aviv e kulteve fetare mund të provokojë një luftë të cilën neve nuk e kemi parë ndonjëherë ose thjesht e kemi lexuar në për librat profanik si Bibla apo dhe Kurani. Zoti Gashi, a e futi Izraeli SBA në grackën e luftës dhe kush do dali humbur apo i fituar në këtë mes? Unë mendoj se nuk ka më njeri që ka dy pare tru që nuk e kupton që kjo luftë është lufta e Izraelit, por ndryshe nga shumë të tjerë që mendojnë se Amerika apo Trumpi është kukulla e Izraelit, unë mendoj se ai është një mjet në dorën e Izraelit, duke ose më saktë është një mjet pasi është premtuar një plaçk lufte më e madhe, siç është pengimi i fuqisë Kinës, sepse duhet ta kuptojmë hapur që lufta reale është Shtetet e Bashkuara dhe Kinë. Nuk është lufta reale Izrael-Iran. Zoti Gashi, sa i mundshëm është një konflikt që të dalë jashtë kufive aktual dhe të përfshi kështu fuqitë e mëdha? Probabiliteti që unë të vdes tani është 0,0001%, po ekziston si probabilitet. Pra, ideja është domethënë që kur ka një luftë, probabilitetet qëndrojnë gjithmonë, ekzistojnë gjithmonë, si skenar. Pra, në qoftë se leadershipi të dyja kraheve kanë interes se mos ta zjerojnë, atëherë nuk do zjerohet. Në qoftë se interesi i leadershipit nuk ka interes zjerohet, por janë idiot të dobishëm dhe nuk janë vizionar, atëherë mund zjerohet. Pra, mund nxjerrim vetëm tani mund nxjerrim 8 variabla. 8 variabla të cilat mund të ndodhin. Kështu që këto nuk janë gjëra të prera me tik. Por ekziston një rrezik eminent që mund të ketë një lloj përhapje, dhe unë ta thash edhe në pyetjen e parë që rreziku më i madh është po të kaloj nga luftë konvencionale balistike duke goditur njëri tjetrin nëpër bazat ushtarake dhe të marrë karakter fetar, një gjë që Izraeli dashur pa dashur po e provokon. Apo shkojmë drejt një lufte rajonale të hapur, apo aktorët kryesor po e menaxhojnë krizën për ta mbajtur nën kontroll? Shikoj, luftë rajonale është, sepse lufta në lindjen e mesme nuk ka nisur tani. Ky është i pasyrimi gjithë islikut apo gjithë bastarditetit politik të pamoralshëm të fuqive të mëdha në lindjen e mesme, duke e shkatruar dhe duke djegur një prej qytetërimeve apo një prej qytetërimeve më të vjetra, ku vetë Europa, e cila në shekujt e mesjetës ka qenë barbare totale, ka marrë në luftrat e kryqëzatave me lindjen. Dhe ajo e është quajtura pranvera arabe, solli këtë lindje të mesme që ne kemi sot, të ndarë, të franksionuar dhe të radikalizuar. Mos të harrojmë që Ali Khamenei ka ardhur nga Parisi në 1979 për një ran duke bërë revolucionin ashtu të quajtur islamik. Dhe pyetja ime për gjithë gjuhësit tuaj është, po si ka mundësi të gjitha revolucionarët si Lenini, si Ali Khamenei niset nga Franca? Një pikë pyetje shumë e madhe që duhet i bëjnë njerëzit
vete. Si ka mundësi që të gjithë nisin nga Franca? Zotë Gashi, cilat janë vijat e kuqe që nëse kalohen mund ta përhapin luftën në të gjithë rajonin? Ta thash pra, vija e kuqe e vetme është përplasja e karakterit fetar. Në qoftë se fillohet të ketë një përplasje midis muslimanizmit, katolicizmit dhe hebraizmit, atëherë jemi në kushtet e Armagedonit, pasi nacionalizmi dhe religioni janë dy gjërat më irracionale që mund të psoj psika e njeriut. Dhe nuk i duhet tjetrit shumë për të ushqyer me urrëtie kur dikush apo ka krijuar iden se Zoti i tij po cënohet. Është e frikshme. Ka historia raste sa të duash me këto lloj perceptimesh të luftës. A ka rrezik real që konflikti të ndikojë drejt për drejt edhe në Europë, qoftë përmes sigurisë apo krizave të reja të migracionit? Absolutisht po. Është pjesë e rrjedhojës. Mos harrojmë që gjatë viteve të fundit sa sirian, sa palestinez, sa bangladeshas, sa indian, sa pakistanez ka pritur Europa. Pa fund. Pra unë mendoj ndryshe nga tjerët që fillojnë të qahen jo po Europa djepi civilizimit, Europa për mua ka vdekur, ka shumë vite që ka vdekur, jeton si një skeleton, për aq kohë sa neve në Europë kemi luftuar për të drejtën e qenit, për të ndjerë mace, për të ndjerë kastravec deti, për të ndjerë mashkulli femër dhe femra mashkull, dhe me një feminicid apo me një feminazizëm idiot të shtrirë në çdo etapë të shoqërisë. Unë mendoj se është e merituar totale dhe po paguan kolateralin e lakmisë së elitave europiane për të shkatruar çdo qytetërim tjetër ose për të vajtur për të marrë toka të reja dhe zona influenca. Kështu që thjesht po pagojnë çmimin e veprimeve tona. Zoti Gashi, sa rol po luajnë fuqitë si SBA-ja, Rusia apo edhe Irani në mbajtjen gjallë apo në frenimin e konfliktit, mund ta themi ndryshe? Irani nuk ka pse ta mbaj frenimin, sepse Irani është shteti i sulmuar e para. Rusia sot e kësaj dite është vendi i cili është më i përfituar dhe është më përfituese nga të gjithë. Pra, këto shtete europiane infantile me një elit talmudike idioteske si von der Leyen apo të gjithë hajdutët e tjerë, siç e keni në rastin e Shqipërisë me Mogherinin apo me Soregën që marrin tokat për 1 euro në Shqipëri dhe neve të dy apo shumë të ngjashëm si neve marrim ajër 1700 euro metrin katror kubojit. Tu tregohet se çfarë elite e korruptuar është në perëndim. Por mos të folur pastaj për dosit Epstein ku neve na pas kërkër kishin udhëhequr pedofilët dhe tipat që bëjnë orgji dhe që vrasin dhe që presin dhe që përdhunojnë fëmijë. Kështu që nuk besoj se duhet me pa ose të duhet shumë tru për me kuptuar se cilët janë të errtit ose the villains ose të qinj ose antiherojnë në këtë lloj historie. Irani për unë veten e vet, Rusia që bëri sanksione, tani po i lutet Europa më hap gazin se mbaruam. Amerika po ashtu, ja ka hequr sanksione sepse i duhet nafta. Kështu që korat e mira sjellin burrat mëdhenj, burrat e mëdhenj, në korat e vështira sjellin burrat mëdhenj, burrat e mirë sjellin korat mira, korat e mira prodhojnë burrat dobët, burrat e dobët sjellin korat këqija. Ne jemi tek kjo pjesa fundit. Jemi tek kukullat politike të krijuara nga agjendat ku inteligjenca e tyre mund të matet është pak më e madhe se sa e një organizmi një qelizor. Sa e rrezikshme është situata për ekonominë globale, sidomos për energjinë dhe çmimet e naftës? Super e rrezikshme. Biles kjo është pyetje retorike. Sa e ke naftën sot? A e ke 207, a 202, sa e ka ulur bordi i transparencës. Sa e kishe para disa ditësh, para 20 ditësh, e kishe 173. Që prapë është çmim katastrofik, është çmim idiot, a kupton, sepse ne jemi popull idiot, jemi popull i tredhur. Neve shikojmë Big Brotherin, zihemi për 3 debila që dalin në televizor dhe nuk dim të ngrihemi për drejtat tona, ku na kanë mbytur me 1200 lekë të vjetra akcizë për çdo litër naftë. Shteti jon i cili nuk prodhon as shkrepse,
dhe Ministrja e Shëndetësisë, e cila do bënte të mundurën të pamundur, tha që pas datës 20 çdo muaji nuk do keni më shërbime, se nuk kemi fonde. Pra e kupton se në çfarë mentaliteti Xhibuti jetojmë ne. Ne jemi më keq se Xhibuti. Se mua më intereson Shqipëria. Dhe refleksioni kësaj krize botërore të energjisë reflektohet edhe këtu tek një prej vendeve më të vjedhura të botës. A është kjo një luftë që mund të zgjasë me vite si konfliktet e tjera në rajon, apo pritet të kemi një zgjidhje më të shpejtë? Tani, ajo mund të zgjasë edhe 10 vjet, mund të mbyllet edhe nesër. Problemi është çfarë dili do bëhet. Nuk është problemi te zgjatja. Problemi është çfarë marrëveshje do bëhet. Dhe kjo marrëveshje që do bëhet, a do ta shtyj luftën edhe për 100 vjet tjera? Tu është pikpyetja. Në një skenar më Probabiliteti, po, mund vijoni. Probabiliteti është kur ti lufton një vend i cili është 15.000 apo 20.000 kilometra larg teje, ti nuk bën dot më shumë se sa 3 javë luftë. Ja patja vadhe një muaj e gjys. Sepse janë shpenzime të gjitha. Nuk mund ta pushtosh dot Iranin vetëm me raketa, sepse Irani është një shtet i cili ka thellësi strategjike. I ka bazat 700 metra nën tokë, armët e veta. Rrezi e raketave ka deri në 250 metra. Si do ta marrësh? Do luftosh. E diti si është relievi i Iranit. Relievi i Iranit është mbrojtur, do të thënë gjeografikisht vetë një. Me vargmalin Zargos në perëndim, me një vargmal tjetër në lindjen kufi me Afganistanin dhe Kinën, ke 2 shkretira në mes, ke edhe ngushticën e Hormuzit, e cila është totalisht e fortifikuar nga garda revolucionare. Si do ta çashti ato? Një avion, një raket amerikan dhe izraelit kushton $5 milion, $2 milion, një antiraketor iranian $30.000. Tani ja blen të nxjerrësh ti peshkaregjën për Cironka? Nuk ja blen të nxjerrësh peshkaregjën për Cironka. Është logjik matematike. Zotë Gashi, apo shohim një rend të ri gjeopolitik që po formsohet përmes këtij konflikti? Shikoja, vetëm njerëzit që nuk marrin vesh nga gjeopolitika ju duket e çuditshme rendi botëror. Disa herë është ndryshuar rendi botëror në botë, edhe çdo luftë sjell një ndryshim të rendit botëror. Kështu që është, si thua, ne kemi lindur për të vdekur. Po, ky është postulat. Dhe rendi botëror lind për të vdekur, për të zëvendësuar me një të ri. Kështu që një përplasje kaq e madhe mes 2 botëve që Huntingtoni e quajnë përplasje qytetërimeve, absolutisht do sjellë krijimin e një rendi të ri botëror.